Muzik, art, aktivitete, njerëz të moshave të ndryshme dhe në qendër të gjithave, mjedisi. Edicioni 16 i Green Fest edhe këtë vit sjell një program të pasur, duke i dhënë qytetit të Mitrovicës një tjetër ritëm. Çdo aktivitet është i menduar me kujdes, duke ju përshtatur grup moshave të ndryshme. Për disa ditë, festivali ndërthur kulturën dhe mjedisin, duke mbledhur së bashku komunitetin. Për këto 16 vjetë Green Festi është mundu me ju përshtat gjithmonë situatave. Green Festi ka nisi një festival Mitrovic, jo si një festival që mbahet si në çdo qytet të Kosovës, i cili është veç një muzikë ose një film ose një aktivitet edukativ. Green Festi ka fillu për me ndryshu një perceptim për qytetin e Mitrovicës, i cili është ma shumë politik. Green Festi ka fillu si një ngjarje e cila do me ndryshu imazhin e Mitrovicës. Dhe pse kanë kalu 16 vite, kjo është një diçka e pandryshueshme për qytetin tonë, që jena të vazhdu hala me luftu përmes artit dhe kulturës për mirësimin e imazhit të qytetit tonë. Ka aktivitete ndryshme të fillu prej fëmijëve deri te moshat pensionistët. Një veçantë që kena se festivale se pensionistët në netet e muzikës e kanë falas, po ashtu edhe fëmijët. Ka aktivitete për fëmijë, ka aktivitete për të rritur, ka aktivitete për familje. Gjithkush mund të gjetë veten në një prej aktiviteteve që mbahet në Green Fest. Edicioni si vjetëm ka nisur me një ekspozitë artistike, ndërsa prej aty, programi ka vazhduar me aktivitetet e tjera. Ideja ka lindur 16 vite më parë, me një qëllim të qartë, krijimin e një ngjarje që do ta sillte qytetin në një tjetër perspektivë. Jo vetëm se një festival i fokusuar te muzika, filmi apo një aktivitet i vetëm, por si një program që do të bashkonte fusha të ndryshme dhe njerëz të ndryshëm. Green Festi, çka ka më ndryshe Green Festi është se Green Festi ndërthur mjedisin edhe kulturën, ty e di që gjithçka mjedisore është edhe kulturore. Mënyra se çu sillemi na me mjedisin është më shumë është kulturë, sepse që ka të bëjë me mjedisin. Kështu që kjo bën Green Festin unik në krahasim me festivalet e tjera në Kosovë. Gjatë këtyre viteve, festivali ka ndryshuar, është përshtatur dhe është zhëruar, por ideja kryesore ka mbetur e njëjtë, të krijohej një hapësirë ku qytetarët mund të mblidhen rreth kulturës, artit dhe mjedisit. Na ka ndërthurje kena bot që me përfshi sa ma shumë njerëzit të cilët kanë nevoja të ndryshme, edhe me përfshi sa ma shumë program të larmishëm, i cili bashkon komunitetet të ndryshme në qytetin e Mitrovicës. Të pranishëm ishin musafir të ndryshëm, në mesin e të cilëve edhe ushtruesja e detyrës së presidentes. E përgatitja për një festival të tillë nuk ka qenë e lehtë. Nuk është e lehtë, gjithmonë thonë është shumë vështirë, nuk e di a kemë bëu vitin tjetër, po gjithmonë masi që të përfundon festivali, jena të lumtur që jena të bëjë diçka për këtë komunitet, për këtë qytet, edhe gjithmonë mendojna me bëjë diçka edhe për viteve tjera. Po normalisht kjo edhe pa bashkëpunëtorët tonë, si qytetarët, institucione qendrore dhe ndërkombëtare, të cilët na ndihmojnë që festivali me realizu çdo vit. Por festivali është vetëm pjesa që shihet nga publiku. Gjatë gjithë vitit, ekipi zhvillon projekte të ndryshme në fushën e mjedisit. Shtatorët ose Green Fest punojnë gjithë vitin për çështje mjedisore, duke filluar me programin në shkolla fillore, sidomos në vende rurale. Programin është i fokusuar në shkollat të cilat janë vendosur afër lumeve. Ti di që lumet në Mitrovica ka 4 lume, të gjithë janë të ndotur. Po ashtu bojnë hulumtime, policy papers të ndryshëm që kanë me mjedisin, mbjellin pemë, çfarë do nevojë që shohim që ka qyteti i Mitrovicës, kurse java e festivalit është më shumë një gëzim aktivitete kulturore, programatike për punën që kena bërë gjatë këtij vitit. Pas gjithë këtyre vitesh, synimi mbetet që kjo atmosferë të mos jetë vetëm një ngjarje e radhës në kalendar, por një mundësi që qyteti të shihet dhe të përjetohet përmes diçkaje tjetër. Ty e di që Mitrovica gjithmonë e ka vetëm një kontekst politik. Ky festivali ndihmon qytetarëve, qytetit, të rinjve që me largu pak nga çështjet politike që përfshin qytetarët e këtij vendi, edhe më fokusu pak në edukim dhe kulturë. Kisha thonë reflektoni edhe hajde në Green Fest, si vlen. Nga një ekspozitë artistike në ditën e parë, te muzika dhe aktivitetet e ditëve në vazhdim. Green Fest edhe këtë vit solli në një vend forma të ndryshme të kulturës, artit dhe jetës komunitare.